Prenjasi përjetoi për disa ditë radhazi emocionet e një prej aktiviteteve sportive më të veçanta të vitit, Kupa Flamengo 2026, një kampionat që solli atmosferë elektrizuese, rivalitet sportiv, respekt dhe bashkim mes komuniteteve të zonës. Në këtë turne morën pjesë 20 skuadra nga Prenjasi, Librazhdi dhe Pogradeci, ndërsa mijëra tifozë mbushën tribunat dhe ambientet sportive, duke dëshmuar edhe një herë pasionin e madh që vazhdon të ketë futbolli në zemrat e komunitetit. Ishim të lumtur që morëm pjesë në një kampionat që organizohet për herë të parë në zonën e Prenjasit. Aktivitetet së natyre i duan shumë shoqërisë tonë, prandaj unë i përgëzoj të gjithë organizatorët dhe shpresoj që të ketë vazhdimisht organizime së natyre. Bismillah, unë si Florent Coka, si imam i xhamis Karkavec, njëkohësisht dhe nismëtari i këtij kompeticioni sportiv, dhe thjesht desha ta lidh pak fen me sportin, sepse kanë shumë gjëra të përbashkëta. Një ndër tyre, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar se dhe ka thënë, besimtari i fortë është më i dashur tek Zoti se sa besimtari i dobët, qoftë në aspektin fizik, qoftë në atë shpirtëror. Edhe sporti e kërkon këtë gjë, patjetër fizikisht i fortë dhe shpirti i garës tjetë i madh. Sot kishim edhe mbylljen e turneut Kupa Flamengo 2026 me dy finalistët FC Mokra dhe FC Falcons Rajca. Një finale siç e pat me një tifozëri të mrekullueshme, me një ndeshje me të vërtetë emocionuese, ku na emocionove si ne drejtuesve, por edhe tifozët e shumë që kishin ardhur në numër. Jemi shumë krenar që morëm pjesë në këtë turne, dolëm kampion. Bravo! Kulmi i aktivitetit ishte finalja madhështore mes FC Rajca dhe FC Mokra, një përballje që shkoi përtej futbollit dhe u kthye në simbol krenarie, historie dhe force mes dy zonave. Ndeshja u karakterizua nga emocione të shumta dhe spektakël në fushë, ku në fund FC Rajca triumfoi me rezultatin 4-2, duke ngritur trofeun e kampionit.